Shtu momentet ma të buka, pëse s'mi qëtë një të kesh, në qizë. Nuk po shprejme në mitë. Për qëtëson, po shumë mirë, u kry, pap. Vesa 20 vjetë karrierë në muzikë, këngëtare, a mund në shme nga përshu këtë 20 vjeqarin të karrierës tonë? Është pak e vështirë, du më ndajt një javë. Jo, kom pasë unë pauzat e mija gjatë 20 viteve, edhe pse nuk dokna, edhe ka njerë më kritikojnë disa bashkëpunëtorë, më thënë mos i përmenë se po të regon që e ma vjetër, po gjithsesi, ato janë krejt dokumentune pjesëmarrjet e mija prej 11 vjeqeve, që kam qenë pjesë e kompeticioneve, kom pas këngët mija, ende kam, kështu që ka qenë një rrugtim jo i lehtë, po është mirë me shiu rrugtimin, do më thonë jo me qas në përvështirësi ose më naq atë. Kështu që kjo ka qenë e bukra e gjithë këtij rrugtimi 20 vjeçar. Vese, që të ka dorë rrugës se si ki prit në këtë rrugtimin tonë, që Vesa se ka prit shqere ja kënisë 11 vjeçar, më të nu. Po. Edhe normal që një 11 vjeçar më ndonë që konga dhe muzika është vetëm e bukur, është vetëm artiste. Bota artistike duket faktikisht prej televizionit shumë e bukur edhe media që shfaqen. Pra pavia ka shumë vështirësi, sidomos një këngëtar i pavarur, edhe sidomos një këngëtar që vjen prej një familje që nuk ka të bëjë me muzikën, po mirën krejt me profesione të ndryshme përveç muzikës. Kështu që ka qenë një botë e re për mu, po nuk e shoh asnjëherë si profesion, gjithmonë është edhe një pasion që vjen nga pas, edhe ai ka qenë që më ka shty ma shumë ti për me vazhdu me vullnet, me punu pa unal, se ndoshta sfida që i kena përjetu ndonjëherë në prapa skena që nuk i tregojmë në para ekranit, shpesher na ka bërë edhe me mendu milion muzikën, po dashnia madhe për muzikën më ka bërë që me vazhdu, hala tutje, mos më dorëzum. Çka kishe lënë, për çka kishe lënë? Po mas pari është kur has një artist te financat, kushti financiare se është një investim i madh që duhesh me bo si artist edhe vazhdimisht. Tjetra është kur e mrin një cak, e ke mrin një emën, edhe duhesh prap me tregu veten hala ma shumë se sa ke bo. Edhe njerëzit kërkojnë shumë prej teje, edhe keqja e artistave, duke përfshirë jo vetëm këngëtar, po edhe ata që janë në botën e kinematografisë, është që artistit i shihet, s'kisha thënë dështimi, po stagnimi në karrierë ndonjëherë. Se dështimi është fjalë e madhe dhe ndoshta dështim unë mi quajt ata që s'kan provu kurrë me bo diçka. Kështu që stagnimi shpesher dallohet edhe përjetojnë 3 fish, 4 fish ma shumë artistat, për shkaqe se janë direkt me publikun, kërkojnë ma shumë ata, i shkruajnë mesazhe, kur ke me lancu këngën, qa po ndodh me ty, në fakt nuk e dinë vështërsi, që nuk janë vetëm financat, po janë edhe ndonjë pengesë prej ndonjë menaxhmenti, ose ku e di, është thjesht një rrugtim shumë i gjatë, po i vështirë ndërkohë. Vese përmendët pasionin, vullnetin, mirë se vajzë do më dhe njëri shumë me energjit madhe. Është kjo për shkak që e ki karakterin, një lidh me atë energjin, apo Vesa inspirohesh edhe ta jep këtë vullnetin e këtë dashnin që e ki për muzikën, përgjithësi edhe në jetë? Gjithmonë më konë një vajzë optimiste, pozitive, energjike, hiperaktive. Si fëmijë, çuditërisht kam qenë shumë e urtë, po do më thonë gjithmonë vjen ai momenti kur shpërthen, ku kalon ajo faza e pubertetit edhe tani shpërthen, tash ka ngel kjo energjia e mirë. Unë sigurisht me këtë energji, se nëse se kishe punu, nuk kishe mujt mi majt. Unë kom punu shumë me këtë energji, lexoj libra shumë psikologjik, meditoj, bëj yoga prej mëngjesit, tani shkoj në fitness, qysh ishim edhe ma herë.
Shpesh vi, zakonisht në mëngjes vi, po sot e lash pak ma vonë. Arsyeja pse Mëngjes e kam ditën pak ma qetë, ma të lirë, edhe nuk më pëngon kërkush. E mas ditë të thiri një kafe, jo drejka, jo edhe tani prishet menja për milion krejt fitnessin, kështu që... Pse mirë është me fitness? Kryesisht për kondicion mas pari, se na duhet si këngëtar, edhe jetën që bojmë na dinamike na duhet pa tjetër. Edhe pa tjetër për mirëqenien tonë, shëndetin mendor, për psiqikën, shpirtnorën, edhe emocionalen, kështu që është shumë i mirë. Edhe për fizikun, pa tjetër. Jetë energjik, kështu? Shumë tip energjik edhe për çfarë duhet marrë, mi hup diku energjinë, po. Një shtym. Kjo, jo që e hup energjinë, po, veç ta hek stresin. Dhe të bëm uni shumë a mirë dhe ma pozitive. Kështu që është një nga arsyet pse unë që 5 vjetë e ushtroj. Edhe kam qef mos milion kur. Momentin që e lo, për shumë një dit, 2, nina shumë keq. 5 vjetë, a kanë diku nësa në shë vetën më ndryshe prej po mu ka bo pjesë e lifestyle, do më thonë pjesë e jetës. Momentin që nuk ushtroj, nuk e një vetën që më thonë si në trup temin. Kështu që më ka bo pjesë e lifestyle. Cilat ushtrimi e ki manë shumë më të preferuar që i ki? Na familët e kina qef squats. Me bo sa ma shumë squats. Nese në si bëja ato? Jo, kryesisht ushtroj krejt trupin, se normalisht duhet me mirë mbrojt krejt pjesë e trupit. Që thonë vija trupit, a? Trupi është tempulli jonë, kështu që duhet krejt më konë në vi. Prej kres deri në edhe ndin vetën në formë. Shumë në formë, edhe ku dalën skena aty, të thonë vesa energjike, ka për vjen kjo energji. është të fitnessi që ta jep një farë vetë besimi, ja? Si siren nuk thonë ja? Si siren, shumica më thonë, ngucin shoshnia, ma shumë të ngatnimi, nguc siren, ma shku në Instagram atë. A bojmë edhe, a mi bojmë që nësë kam i bo? Ushtrimet? Edhe ushtrim njështë. Pa tjetër. Qëfar për këni qef? So për dura? Po unë e kam trajnerën këtu, du të marrë me mësu. Kaltrina! Po me Kaltrina dhe ta. Hajde mësoma një ushtrim. Çfarë ushtrime bën vesa është si që vanohet, se përgjithësi këngëtarët e kanë pak jetën e natës. Po, të kryemi ka vesa. Këshire me pas kësi jetët natës edhe mund mujtë mu përkushtu në fitness, është të me thonë kjo është premi. Paramenoj e ti edhe unë e një natë me pi nesër, s'mina as mu këfilas, kur gjohë me bo mirë. Të me thonë kjo kënon natën, lene që kënon vitën, po edhe natën, kjo vjen kënon edhe fitness ma ndej. Të me thonë që kjo është ma e mira, vesa është shumë e qëndrushme, po. Vesa ka kriju energji, të me thonë ka kriju shumë forcë, kjo falë punës që është e bo, të me thonë vesa non stop ushtran, e ma në kondicionin që është shumë e rëndësi, kështu që veshlit vazhdojnë, për vesën nuk ka numër. Bravo, Vesa! A kanë ndryshu ushtrimet vesën? Nuk e ndryshojnë veç vesën, ushtrimet e ndryshojnë se cilin person. Dhe me thonë, ushtrimet janë për momentin se në shumë i rëndësishëm në jetën tonë, se për shkak lifestyle, qëfar stilit jetës po bojmë, dhe me thonë, është shumë i shpejtë, është shumë dinamik, jemi shumë ma të mbyllun se sa për para. Kështu që një aktivitet fizik, normal që i bon mirë trupit edhe se jo mendjes, që ajo është ma me rëndësi, do me thonë. Këtu asnjëherë nuk vjen me hup diçka, se shpesh herë vije njerëz, unë po du mi hup çka kila, unë çka kila, unë i them hajdeni me fitu diçka. Se gjithmonë kur vjen në gjim ti fiton kondicion, fiton forcë, qëndrueshmëri, domethënë edhe pjesa tjetër çka fiton psikologjikisht, mendërisht i njihesh më mirë. Domethënë kjo jo vetëm për vesën, po edhe për ty, për mua, edhe për secilin është ti. Energjin hiperaktive dhe me pas energji pozitive
se ta heqin stresin, do më thonë komplet, mu largu prej. Do më thonë s'kam ko mu marrë me thashë thëme edhe ngjarje negative. Mundona edhe rrethin e kam shumë të ngushtë që nuk i lejojnë njerëzit toksik mu afru. Ves, njësh për zonin e mirë, një zot bukë Qashtu po thojnë. edhe veçantë. A është kjo që don ves shumë këngëtarë që bëhen shumë shpejt të famshme, bëhen nëpërmjet sado shekulli komercializmit që njerëz shumë lehtë po bëhen. A mendon që e ke arrit atë cakun atë boomin ton në karrierë apo vesa ka më shku edhe më shumë? Jo, për një artist besoj që nuk ka asnjë limite që thonë, okay, tash e mriva. Po sigurisht duhet me pas një qëllim caktun, që ti dush me mri, e tani me kalu ata dhe me pas një qëllim tjetër për me mri, dhe më thonë, kjo është. Për ndryshë unë kam andra shumë të mëdha, për pare kom të regu edhe shoqnis, e kam këta andër, do me mri këta, që edhe nuk kam besu, me energjin që kam sigurisht, e kanë marrë kështu me sportivitet, po ndonjëherë të marrin pak si shmendur. Thonë, okej, kjo është shumë andër e madhe dhe qeshin, e kalojnë me sportivitet. Po gjithsesi ku i kom mri ato andrat e mia, se përveç talentit duhet edhe puna e madhe, se shpesher puna mund talentin. Kështu që një caktun, do më thonë, nëse do me mri, dush me punu shumë edhe me ja aprovu dhe vetës që ti mund, ti duhesh edhe ti adel. Unë mas shumë ti kam qef mi të regu edhe tjerëve, artistave tjerë që po vinë, që edhe pse është rrugtimi i vështirë, edhe vetëm, edhe si një artist i pavarur, mundesh me bëj emrin edhe mundesh me mri. Unë hala nuk e kom mri ata që du, jam shumë autokritike e vetës, nuk ka nevojë as tjetri me më thonë që se këto ki gabim, se me njerë, për shumë si dalë për kësaj interviste, e di se edhe jam kërkuese prej vetës edhe prej tjerëve. Ata njerëz që kanë bashkëpunu me mu e kam pa që unë jam shumë kërkuese, qofshin kompozitor, me kretë bashkëpunëtor që kom pas punë e din që unë jam shumë kërkuese. Edhe nëse du mi bo një projekt muzikor ose diçka, unë du me bo në mënyrë perfekte ose nuk e lancoj asnjëherë. Ves, jemi në studio muzikore, sa është për ty si këngëtore e rëndësishme që bëni incizime dhe më thonë të këngë që i bëni? Studio për krejt këngëtarët është e shejt, edhe sa artimi është një farë magjie, edhe dalin senet më të mira prej atëne. Unë kam shumë këngë, edhe këtu jena në studio të Mixej, tashmë ka bo dhe studion e re, kështu që më varet krejt edhe prej ambientit, kështu që është një farë magjie që ti krijon aty edhe hitin edhe këngët mira, tekstet e mira për me dëgju dhe publiko, kështu që patjetër që është e rëndësishme. Ti e njohur për live, a? Unë jam e njohur për live, po live dallon shumë prej studios, qysh njihet këngëtari në studio, disa janë këngëtarë më shumë të studios, disa janë më shumë të live-it. Unë jam e të dyjave, kështu që mirë jam. Çuçi dallon për shembull studios me live-it? Vesh duhet me ditë kush di me kënu, kush di me. Çka bën këto për shembull? Ti s'ka nevojë me të kput shumë, me të bëj shumë ngjyra? Jo, nëse më varet çfarë është projekti, se mund është edhe me i vnu vokalit tanë edhe shumë efekte që me dash marr pak më ndryshe, me një vokal më ndryshe, me efekt edhe marrë me një zhanër tjetër muzikor. Tash më varet krejt çka don ti. Unë kam qef ma shumë me t'inglu vokali jam ngjyrën që kam, se kam pak ma të veçantë, edhe ajo është si që t'inglën në live. Apo me tani të zonën e veçantë? Ani apo kësoheshëm lëndove, s'po për tas shumë se. Po tash kemi shku atë? Tash po, atje e kina venin, që duhet me inqizu. Kjo është magjia që thash. Akustika interesant, po. Jo që është interesant, po është edhe profesionale shumë. Kështu që këtu ku ten, je vetvetja, veç i më shelë syt, që të në sy qetë. Edhe depërton zoni, edhe hirë me një botë tjetër që nuk e di. Nuk është realitet.
Shka del atë, për shembull, është vesa ajo që këtë Vesa vërtet, faktikisht, që vesa shpirtnore ma shumë, kisha mujtë më thonë. Do më thonë që njerëz nuk e shohin, sepse Instagrami e këto janë veç si përfaqësore. Kështu që këtu, përmes frymës, vokalit, shpirtit, shprehim shumë gjëra. Filojmë vesën me shpirtin e vetë. Po, shkojmë, po shprehna unë këtu pak, a? Okej. Dhoma rrëfimeve. Okej. Ania po kësohesh që m'lëndove, se dashni si jona më nuk ka, s'ka. Zonën e mirë s'kam shumë të bëha. E ki edhe Zonën e kam asetin më të mirë që e kom këthy, do më thonë. Po shohim shumë këngëtar, po bëhen shumë të famshëm shumë shpejt. A kështë dash më bë vesa me zo, domethënë që njihet për zonën e saj, apo me qenë kështu e shpejt, e famshme e shpejt komerciale që pa harrohen disa këngëtar, mo nuk i shohim në skenë. Asnjëra as tjetra se ka të keqen e saj. Të dyjat janë me përfitime, po njëna me ma pak, tjetra me ma shumë, tjetra ma intenzivisht, tjetra në hapa ma të ngadalshëm, që është artistlëku. Në ditët e sotme sistemi në tregun muzikur shqiptar nuk është edhe që përkrahet shumë artistlëku. Ka ngel disa festivale që mundu me tregu vetën me u përcjell nga orkestra edhe me interpretu live, përveç që unë performoj live me band, tash e sa vite. Cila është ma mirë. Unë kom pas raste me hy në menaxhmente, po nuk më ka pëlqy mënyra menaxhimit edhe kushtet që mi kanë ofru. Nuk do të thotë që nuk do të ndodhë në të ardhmen e afërt, jam shumë e hapur për bashkëpunim nëse ata mi ofrojnë kushtet që mu më duhen, edhe një këngëtare që është që 20 vite në skenë. Për ndryshe, cilën e kisha zgjedh për shpirtin tim, sigurisht, hala qëtu ku jam, artistlëkun, do më thënë me zo, me tregu vlerat vokale, po nuk ka kur gjë të keqe edhe nëse kishim kombinu ka pak. Do më thonë, e pretë edhe këtë anën tjetër. Pa tjetër, se një këngëtar nëse din me këndu, mundet me manuvru qysh dën, me eksploru në krejt ujrat e mundshëm, sa i përket zhanreve muzikore, edhe me hinë dasma, edhe do më thonë të gjitha mundesh me i përfshi nëse di me kënu edhe mundesh me përshtat. Edhe kur gjë nuk ka të keqe. Ju një pjesë edhe do më thonë, jenë në përmeja, jenë në për festivale, kemi pa shumë festivale, jenë dasma nuk e di shumë shkërnë. Po, jemi, do më thonë, unë funksionoj që sa vite me Agron Penny Band, jeni një grup prej 5 vetash që 9 vite bashkëpunojmë. Agroni gjithmonë njetë, do më thonë, për tramën e ti në gitare shumë të veçantë, flamengo, latino, qka ka pas edhe latino vendin si grup, unë aty pikrish me ta kam fillu. Do më thonë, ku kom kalu nga grupi edhe nga zhanri rock, kom kalu në latino krejt diçka tjetër, i kthejmë në verzione edhe këto popullorët në latino, do më thonë sepse Agroni gjithmonë e tërhekat zhanrin e vetë, po. Shkojmë në për dasma, jena gjithmonë si një grupi dytë, kena pas raste që kena majt dasma moderne që jënë konë shumë bukra, me pishinë, open air, edhe kena kalu shumë bukër se kam pranu zhanrin muzikor që na bojnë. Vetë të festivalet, kam në gjuhë në disa intervjistat se ke pas disa kritika për festivalet. Si për shembull? Për shembull Këngër Magjike më do me. Kritika? Po. Kritika, do më thonë jo që nuk, do më thonë këngëtarët ankohen shpesh për festivalet. Që njerës po jo. Okej. Ose do zëtë s'ta kësha për me. Jo, kritikat janë të mirëpritne prej me edhe i pres shumë mirës, aq më shumë kur merr pjesë ti mu kritiku prej një jurie ose prej një publiku. Absolutisht dush me i pranu edhe dush me qenë i hapur si artist. Kritika në atë aspektin si artist, ku të merr pjesë në një festival,
unë Shqipërinë e kam shumë për zemër se mi kanë hapë dyrë qysh në fillim, edhe kom nejtë shumë gjatë atje në për spektaklet të ndryshme, edhe e kam me shumë qef çdo pjesëmarrje timen atje, edhe faktikisht ata më kanë bo kjo që jam, edhe emrin më kanë dhonë. Për ndryshe, a ka vend për gabime, ata që kanë lënë me ndodhë vetë, absolutisht që po. A kanë ndodhë me plot vedije prej tëne, absolutisht që po. Edhe a ju mdije thyme her pas here, absolutisht që po. Po, kjo më ka bo më atë forë që unë mos munoj, se shumica për shembull e fituesve të kompeticioneve të ndryshme që unë kam qenë pjesëmarrëse, qoftë në Gjenierën e Vogël, qoftë në Këngët e Shekullit ose në The Voice of Albania, shumica prej tyre sot nuk janë funksional në tregun muzikor shqiptar, fatkeqësisht se janë shumë të mirë si këngëtar. Po nuk e di çka i ka bën, ndoshta ajo ngritja intensive, shpejt, ndoshta ndonjëherë edhe pa merit, nuk po flasim vetëm për talent show-et, po edhe festivalet, kanë ngesë domethënë stagnum. Kështu që më mirë që më ka ndodhur kështu, me marrë ndonjëherë vendin e dytë, ndonjëherë tretin, ndonjëherë të pestin, për arsye që më kanë bërë me punu shumë më fort edhe më kthy shumë më fuqishëm. Se e ke pas vetëm vesën. Patjetër që po, kështu që dush më mbështet vetëm te vetja edhe me pas besim plot. Vesë kime marrë pjesë festivale, kime vazhdu domethënë, mos mënale si herë ka festivale të tjera tash. Po, e kam bërë kështu me një farë plani që me marrë pjesë krejt ka një herë, edhe ata kanë me pas fatin veç një herë me pas mu aty. Po du me provu se cilën, e kom provu këngë magjike, ka pas supermarketing, që ju sugjeroj krejt këngëtarëve për me marrë pjesë me projektin e tyre muzikor, që shtjep jehon, domethënë, ai festival, nuk mund me t'jap as një videoklip. Pas edhe këngën edhe tekstin e Patjetër një këngë e bukur nga Armend Xhebagiçi, Aida Baraku, Darko Dimitrovski, ishte që më dalë ndryshe, bashkë me mu po ashtu, e na përshtat, një katërshe, domethënë pa diskutueshme që jena përfol gjithandej dhe jena kom pretendent për vendin e parë. Tash aty prapa s'kena që ndodhin, është kaluse. Ves tash me grupe tjera, do të bashkëpunosh këtu, ke agronin grupe muzikore ose me një këngëtar tjetër, balada. Se përket live-it. Live-it, edhe këngë. Në këngë, kështu. Në projekte muzikore nuk e di, s'kom diskutu, unë nuk nina fort për bashkëpunime. I kom pas disa dhe janë ngishta mu në mru, ato që i kom pas kanë qenë shumë suksesshme, me reper, me pop këngëtar, edhe me zhanët popullor, po ashtu edhe kom pas knatësin, po ashtu edhe me instrumentista kom bashkëpunu, si që është Faton Macula, Grampeni. Po, so i përket një grupi muzikor, unë ndihem shumë mirë këtu ku jam, çka sjell e ardhmja që mund të më ndru sa për mbyll syt nuk e di, po unë gjithmonë jam me hapur për bashkëpunimet të tjera, nëse mu më kam vendën edhe për shtatën aty. Nëse përmanë në fillim 20 vjetë edhe moshën e re, domethënë 20 vjeçare, a ke mendu si re që kam arrit vesa deri këtu ku është, a vetëm një ëndër i përmend edhe ëndër dhe një fëmijë i entuziast, një fëmijë entuziast. Unë shpesher i manifestoj ëndrat e mia, domethënë duhet gjithmonë, ka njerë ma bojnë edhe prind ki kujdes shka me nën se i manifestanti. Qysh e vogël, i kom dalë para pasqyrës me një krehër në dorë dhe tu imitu atë ku ka qenë si Barbie, Gili, këto këngëtarët të rrotëshishëm në shumë pjesë. Tuja që ki talent. Si? Për imitim. Edhe të njerëzve përveç këngëtarëve. Po. Shumë edhe pak kështu për aktrim. Domethënë për botën e artit e kom pas gjithmonë mon shpeku të shkojnë krejt imitaj aty. Sa nas si na viktima të imitimit taj? Më fare se krejt nuk imitohen, veç kush është karakter, ashtu që kanë ndaj diçka specifike. Tash nuk e di, ajo rrjet natyrshëm, nuk muna për shembull më thonë imito që ato dhe më bo. Unë qësh jam të nejtë me shoqënia dhe e bëj, ndërkohë. Po e bëj para ti, jo pa qenë personi prezent. Thjesht kam qef me bo muni mirë njerës, bëj hajgarën me vetëm, dhe kam qef gjithmonë njerës mi pa t'u qesh. Edhe sinësin e muajt e kitë një?
Faleminderit. Gjakovart njën për sensin e humorit të theksum, kështu që po besoj pak a shumë ju kom ngja. Gjakova të vjen shpesh se të jetu në Prishtinë. Po. Edhe përveç normal e dim familjen, vendlindje dhe ki krete, çka të lidh më shumë me Gjakovën? Me Gjakovën familja më jeton atje. Më lidhin prent, vllau, përpara edhe motra, po motra tash u shpëngullin në Gjermani. Më lidhin 3 nipat e me, që më nëzis më shku me i pa, edhe me shku me i përqaf. Përmallona shumë shpesh, për ta se nuk i takoj shpesh, angazhimet e shumta, unë i bëj 2 puna si moderatore. Desa jemi në studion ku marrë emisioni quhet Kiskesta, mundi me na tregu se këtë emën? Unë e kam marrë emisionin e gatshëm, thjesht kom hyrë në emision, po emisioni ka të bëjë me fuqizimin e grave, ju japi zë grave të cilat ka nevojë, grave të cilat dojmë i motivu edhe gratë të tjera përmes radios, atyre që na dëgjojnë 8-6 FM, nëse ka një historie motivuese patjetër. Po ashtu kam edhe për showbizin, e mbështes edhe kolegët e me, qofshin ata 3, qofshin ata që janë qësa vite që ushtrojmë në botën e muzikës, edhe funksionojnë në botën e muzikës. Kështu që i promovojnë këngët, edhe kemi sa thashë të thëme sa i përket. Flasim pak për ta kështu që janë të marrë në showbiz, varësisht ka postojnë ata, edhe që ka na bojnë ata me folë, kështu që. Folem për gratë, për motivimin e grave. Po. Çka mendon që një vajzë, çka e mungon grave në Kosovë edhe çka e motivon? Se duhet me pas një diçka që motivon gratë, mendoj që na motivon krejtëve. Nëse pa motivi ekziston për këtë njerëz. Po menon në kontekst të gjerë në këtë Kosovën, mundësia ma mirë sot është që me mri në gjitha anët, nuk besoj që na mungon diçka, thjesht me vazhdu edhe djemë me i dhonë përparësi hala ma shumë grave edhe me funksionu ato në çfarë do lloj pushe që ato kanë dëshirë. Përndryshe sot është mundësia në gjitha anët me mbri edhe s'po besoj që ne jemi të partë kosovar që e kemi bo presidente një grua edhe vazhdojmë ta kemi një presidentin e grua, kështu që s'kam çka shtojnë këtë pjesë, po besoj krejt e kemi edhe thjesht do me qenë bashkuar, me dash njëri tjetrin edhe me vazhdu në këtë rrugë cilën jemi. Vese, qësh ke kjo, por që është kjo përvoja në radio, se prej muzikës, prej këngës, çfarë përvoje të duket ty, a ke mendu që ke me vazhdu, apo thjesht ta përvoje në një hobi? Unë kam hyrë krejt spontanisht, kam marrë me një intervistë në një emision që është Drive Me Crazy nga ora 4, thjesht intervistë i këngëtare, edhe nga zëri radiofonik, radio sa ishte hap në atë kohë, edhe ajo pozitiviteti që kisha në mikrofon, spontaniteti, gjitha këto bën që... Zona radiofonik? Radiofonik, pikrisht. Edhe ato bën që më mbledh krejt edhe me më thonë apo vjen në radio, më bo pjesë e jona. Për mu ka qenë një përgjithësi shumë e madhe, knatësi tepër, se qyshe vogël kam provu edhe kështu kishe po dheqi diçka. Po ajo s'ka qenë kur gjohë serioze edhe se kom sunu as njëherë. Po ja që pas ka qenë një farë ëndre dhe jam shef që tash më u bo realitet, tash më s'muna pa moderimin, pa radio, po më bojnë 6 vite që jam këtu, me emision timin, edhe po vazhdoj më rrit hala, kom su shumë prej kësaj pune. Ne si këngëtar dim që ka me folë ku qkojmë në për intervista për vetën, po këtu dush me pas diapazon ma të gjërë sa i përket se nuk kemi vetëm për showbizin, po në kom pas rasti Keni edhe musafir, të ftuar, po arkitekte, mjeke, do më thënë nga gjitha fushat të cilat ti dush me qenë super informune, për mos me nxjerr as ata keq, edhe mos me dole as ti keq, as ata me nxjerr keq të dëgjuesit. Emri Kiskesta, a i put një krejt kur gjena? Po, pa tjetër në faqe. Nga marë? Krejt i puthim në faqe, japim shumë dashni, edhe i puthim edhe nga frekuenca edhe ata që na dëgjojnë përmes makinave, përmes web faqes edhe aplikacionit.
këndimi është pak më e gjerë si punë, jo vetëm live-et, po ki edhe takime me njerëz para se më shku të ne atë tëne, ose eventet të tëne, ki studio muzikore, që dush kam edhe bashkëpunime me të ndryshëm që i bëj edhe vijat melodike, kompozojmë bashk. Edhe këngët e mia që i punoj du të më nejt me javë të tëra në studio, ose nëse s'jam kënej pari, du të më shku në Tiranë me inqizu. Kështu që këto angazhimet e shumë ta më bojnë që mos mi taku shpesh familjen, po shqyrë zotit ashtu rrjetet sociale, Jemi më afër. me këto aplikacione të sene, jena më afër me kamera, po shihemi. Veset e bashkëpunimi ose të një këngë që do me i kënu, e cilat janë kushtet, a ki një kusht, çka të bën me i kënu për shembull, që thu u që kisha bu një këngë ose një orkestrim me filon orkestruesin, muzikantin, apo Si producent, po në një kisha producent zgjedhur përgjithësi ose në tekst që pëlqen që lexon vesa dhe thot ku ka për me kënu, ose çka ç'është vjen ajo për shembull. Kreativiteti s'unë shkryj edhe vetë, këngët e mia deri më sot i kom shkrujt vetë, përveç ato të festivalive, se s'kam qef me rreziku, ma shumë jam të ato këngë ma chill, ma qeta, ma për radio. Kështu energjike shumë, kështu tekstet ma të qeta. Tekstet ma me dhimbje i bëj, sepse artisti du të më Kjo është qenë para i mbrapa. lëndun, du të më qenë i lëndun për me sjell diçka të bukur. Kur erët momenti i festivaleve e kështu, unë isha shumë mirë, edhe tash jem shumë mirë, kështu që u desh më drejtu dika tjetër, se s'po më vjen smjerimi. Kështu që shoqër që kemna kompozitorë edhe tekst shkruas shumë mirë S'ka më të për me lëndu, që shpreh. më të lëndu vesë, në që për me shkru. Dush me qenë e lëndume emocionalisht, Aspektin, jo në kuptoj, aspektin kuptoj. fizik, absolutisht, se i bën ma mirë artistit për më shpreh, domethënë në aspektin e dashurisë. A ki nëjësën që të ka lëndu edhe e ki qitë? Sigurisht që e ki qitë në letër, e ki shkru, Pa tjetër. edhe që të pëlqen hala, thu shumë mirë. Po, sa herë kthen atë këngë, domethënë thom bravo, çta kom shkru, edhe ndihet edhe në vokal, domethënë ajo dhimbja. Është kënga Mbreti i Tradhtisë, edhe titullin ka shumë bukur. Sa që mbret, ha? Mbret e ka kurorën tipi. Domethënë ajo këngë është shumë e veçantë, përndryshe edhe kënga tjetër që ka pasu më pas në shpirt, është dedikim, po është për një çift që mu ma kanë kërku gjatë pandemisë me shkru për ta. Një lidhje që pastaj u bo e hidhur që janë ndarë. Thjesht e kanë kërku se kanë betë shok, edhe unë e kom shkrujt edhe ata tash e kanë kujtim. Kam dedikime, edhe është ma bukra kur ja përshkruan historinë edhe tjerve, edhe din me përshkru që ashtu që shta spjegojnë ata. S'ka ndjen ma të bukur. Po edhe ku i dëgjoj, do më thonë janë sene prej shpirtit. Nuk kam qef me shkrujt këngë që përsëritet një fjalë gjatë gjithë kohës, sepse aty që nuk ka kalojnë emocion. shpejt. Po, aty nuk ka emocion. Të më thonë, vesa, a kena ne lëndim s'kena të tëjtë. Nuk është emisionin si të vesim... Jo, po, unë për momentin po jam na në ka gjendjen shkruajnë më të mirë emocionale, shpirtënore. Edhe kjo edhe nështë ndikon më psiqike. shkru. Edhe e mira nuk është... Ndikan edhe për lëndëri. pozitivisht, po unë nuk kam qef mu shprej qa nej, jo që s'kam qef, kam ardhë një ditë që kam e bo dhe si loj këngësh, po publikun ma shumë e prek edhe merr vëmendje ma shumë një tem tjetër që është ma dashuri e hidhur, tradhtia. Po, vesin bo shumë, u bo si mot, ka dhe që është shumë të kanë balada. Pse duhet mi përjetu në qëto këtë kohën, nështë Unë shështi barët që i edhe shkaj bojnë. për shtatet. Unë për veti kom eksperimentu shumë si këngëtare në zhanën muzikore, të tregova nga zhanën i rock, kom kalun latino, prej latinos tash afrobeat, dancehall, këto që janë zhanët ma komerciale. Thjesht një këngëtar që di me kënu mundet me eksperimentu në qëfar do lloj zhanri dhe s'është e limitune duhesh veç qatë zhanë me kënu. Festivalet e kanë ma balada, po për shembull në këngë magjike unë kam marrë pjesë me Apo Gëzosh, është një këngë balad ritmike, domethënë nuk është krejt balada ashtu. Varet dush mi gjetë veç veten ku përshtatesh vokalisht. Unë e kam gjetë veten edhe tash çatyri. E ke nisë me rock vesa, apështë për vjen veç me të komplimente. Rockit ka shku shumë. A kthesh në herë kështu me kënu për qef rock? Për shembull vesa është tonajt edhe për qef i vjen një inspirim ose kënon vetëm.
Unë gjatë gjithë kohës, ka njerë m'gusin edhe familja, edhe shoqënia, ti e kini shpirt vjetër ma bujnë. Se unë kthena në vitet e 70-ta, 60-ta, kreti di. Ndoshta edhe që jam rrit me një frymë, për shembull babi, i ka mbledh ato disqet përpara që kanë qenë, ka pas një dhomë të madhe, që i ka mbledh krejt disqet edhe i kanë ngu Led Zeppelin, i kanë ngu Freddie Mercury, krejt bende që kanë qenë on top atëherë sa i përket rockut. Edhe qysh më rritu në ndryshe, edhe në çfarë fryme tjetër, pastaj fillimet e mia të live-it e kam fjalën, unë kam nis në për mbrëmje muzikore me grupin Na. Edhe automatikisht Një super grup. Pa tjetër, unë kam qenë thjesht 14 vjeqe, kur ata më kanë marrë me vete, Krashi, këngëtari kryesor, unë kam nejt, kom hy një orë, kom kënu setin tim, edhe aty kom marrë zemër për me majtë në atë mija mas nej. Ves e fundit, ku ka me shku dhe sa me muzikë, me këngë? Unë pretendoj edhe në mënyrë internacionale, po asgjë nuk është e ditun, jeta mundet më marrë këthes shumë shpejt, pa prit qysh do, ndoshta menojmë krejt tjetër sen edhe ndodh krejt tjetër sen, kështu që nuk muj kur gjo me dhonë konkrete, po unë jam në botën e artit, jam afru shumë edhe me moderimin, me krejt kolekt, edhe sa i përket muzikës, edhe në gjitha fushat, prandaj edhe ushtroj si pjesë edhe mediumi, ta afron shumë edhe me dëgjust. Nuk e kom mendu që kisha mujt mi bo najherë, po ka ndodhë krejt spontanisht edhe tash që 6 vjetë e bëj. Për ndryshe pjesa muzikës, kom e vazhdu me sjell këngë të reja, nashta kom e pas edhe bashkëpunime, nuk i dihet asnjëherë. Ndoshta kom u bo pjesë në menaxhmenti, ndoshta do të jem e pavarur asnjëherë nuk i dihet, domethënë çfarë kthese më të më marr. Intervistë bashkë një herë atë. Pa tjetër që po me knacima atë madhe, sepse më ka pëlqyer shumë formatin që shikita emisionit, pyetje shumë të mira, edhe krejt tjetër nivel për intervistave tjera që u bo deri më sot. Ves shumë faleminderit edhe ke kënaqësi që e ndove këtë ditën me ne, ke një ditë e bukur dhe veçantë me ty. Faleminderit gjithashtu dhe për mua, kënaqësia imja, mi kalu një ditë të tërë me juve, u kënaqem, kemi kesh shumë. Jeni shumë pozitive dhe ju faleminderit shumë, i përshëndesim edhe kamermana që janë më prapa vija atje, si janë lodhë bashkë me ne, gjithë ditën bashkë. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe juve.